Kryeministri në detyrë Albin Kurti pritet të intervistohet këtë shtu nga gazetari RTK-s Blerim Haxhiaj, të paktën kështu aludon promoja. Duke qenë se RTK është një medium publik, i financuar nga qytetarët, Shënjestër ka provuar gjatë ditës të bie në kontakt me gazetarin për 2 arsye. Së pari për ta pyetur nëse intervista këtë herë do të jetë edhe më e butë se ajo e kaluara. Speciale më e veçantë se specialet e tjera. Së dyti për t'i ofruar ndihmë kolegiale në pyetje që mund të sfidojnë pushtetin nëse veç biseda është planifikuar të jetë më ballafaquese. Gazetari Haxhiaj e hapi telefonin një herë, por e mbylli shpejt. Alo, përshëndetje. Po? Po flas me gazetarin Blerim Haxhiaj? Pyetjet i u dërguan edhe në Viber. Përgjigje deri në publikimin e stories nuk dha. Gazetari RTK-s Blerim Haxhiaj që intervistoi butësisht, duke mos e ballafaquar kryeministrin Kurti, ka përfituar nga qeveria, konkretisht nga Ministria e Kulturës, një donacion prej 100.000 eurosh për organizatën e tij Cult Club. Shënjestër.net